në drejtorinë tonë, në rrethin tonë kanë ardhur rreth 14.000 doza vaksinë, të llogarita për kategoritë të ndryshme, siç janë personeli shëndetësor, smurt kronik, punojësit e institucioneve të kujdesit afatgjatë, që përfshihen këto azilet e pleqve, për mësuesat, për edukatorët, për ushtarakët, për punojësit e policisë dhe për gjithë personat që mund të kenë dëshirë të aplikojnë vaksinën e gripit për qana shëndetësore të lagjet e tyre. Nisur nga përvoja vitet më pashme, si është interesi këtu në Shkodër për të marrë vaksinën e gripit? Interesin në përgjithësi është për ato personat të cilët çdo vit e kanë marrë vaksinën. Domethënë, ato e kanë parë efektin pozitiv të vaksinës dhe ato me gjithë shpresin të paraqiten pranë qendrave shëndetësore për të aplikuar vaksinën e gripit. Interesi pothuajse është i njëjtë dhe dozat janë të llogaritura për atë kontingjent që çdo vit aplikon vaksinën e gripit. Kush janë moshat që marrin më tepër vaksinë? Moshat janë mbi 60 vjeç dhe të smurt kronik.